Realisht ka fillu në vitin 2024, po gjatë vitit 2025 ne kemi realizuar një progres të jashtëzakonshëm në procesin e deklarimit dhe rregullimit të pronës publike në të ndërmarrjes Trepça Shoh. Për momentin na kemi rikthyer mbas këtyre informatave që i kena mbi 95% të titullarëve janë të rregulluar. Domethënë janë rregulluar me sukses, duke vendosur një qartësi ligjore mbi çështjen e pronës. Për momentin i kemi rikthyer mbi 1250 hektar tokë, realisht që janë të përbërë prej 2124 parcela në 19 komuna të Kosovës. Realisht janë të vlerësuara sipas tatimit në pronë afër 400 milion euro. Në fillim të këtij viti 2026 kena identifikuar edhe 85 parcela, realisht që bojnë pjesë dykon afërsisht mbi 38 hektar tokë, edhe jena në fazën e ulëmtimit dhe parcelave të rinj. Realisht na i kena të identifikuar edhe Mitrovica Veri dhe Mitrovica Jug. Për momentin na i kena të identifikuar disa prona që më herët nuk kanë qenë të identifikume. Realisht kena fletën poseduese dhe kopjen e planit për pjesën veriore. Gjithashtu du këtu me theksu që pas kthimit këtyre pronave na i kena ndihmuar dhe Policinë e Kosovës. Mbi 5.000 metra katror i kena dhënë në shfrytëzim për Policinë e Kosovës që të shfrytëzohen në zyre. Gjithashtu i kena ndalë 2 objekte që janë në pronësinë e ndërmarrjes Trepça. Kena bërë një marrëveshje memorandumi me Ministrinë e Mbrojtjes e Brendshme. Realisht këtu kanë më shfrytëzu sipas informatave që i kena, kanë më shfrytëzu ose për gjykata ose institucione tjera publike. Aspekt hyrave ne kena realizu një rritje jashtëzakonisht madhe, mbi 116% kena rritje të hyrave nga qiraja. Apo konkretisht mund të themi që ka pas të hyra dykon afër 28.000 euro mujore, tash i kena afër 70.000 euro të hyra mujore, që kjo është çdo muaj duke shkuar rrit, për arsye që na vetëm këtë muaj kena bërë dykon mbi 25 shpallje të reja, që në mënyrë automatike do të reflektojnë në rritjen e të hyrave nga qiraja. Deri tash na kena kriju grupe punuese për këtë çështje, për arsye që na e kena pas ndër strategjitë kryesore për kthimin e pronës publike të ndërmarrjes. Pasi që na emruna kena kriju një grup punues që të identifikohen të gjitha pronat dhe titullarët, ndryshimi i titullarëve që ka qenë të shpërndara mbi 200 titullar. Na i kena vendosur një titullar të vetëm. Pastaj kjo ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm i këtij procesi. Ka pas probleme jashtëzakonshme për arsye se ndryshimi i titullarëve nuk ka qenë i thjeshtë. U desh me pas një strategji të qartë duke identifikuar të gjitha pronat dhe emërtimet që kanë bërë në emërtime të ndryshme, po kryesora i kena realizuar me sukses, që presme apo i kena identifikuar edhe disa prona të tjera që nuk kanë titullar ende. Po sa i përket prodhimit, ne kena realizuar planin në eksploatimin e xehjes mbi 105%. E kena realizu planin në prodhimin e koncentratit në mbi 115% edhe kena realizu planin e biznesit në prodhimin e zingut mbi 100%. Nëse krahasojnë atashti në vitin 2024 me 2025, na çdo pozicion kena një rritje të jashtëzakonshme, sa i përket në rritje në eksploatimin e xehjeve kena dikon mbi 57.000 tonë rritje, apo mbi 61% kemi rritje. Në rritjen e kena në prodhimin e koncentratit plumit e kena dikon afërsisht mbi 117%, gjithashtu edhe në prodhimin e zinkut e kena mbi 86%. Në pjesën më të rëndësishme të pamjeve të për pronat e Trepçës, këtu përpara si ku mund të sheni kena zonën katastrale Shupkovcit dhe pronat që gjenden në komunën e Mitrovicës, siç është zona katastrale Mitrovicë dhe zona katastrale Shupkovc. Këtu përpara e kena parkun industrial, cilat janë në shtrinë e disa njësi, e kena terminalin doganor tash që është duke operu, e kena industrinë e baterive, kena metalurgjinë e zinkut dhe e kena industrinë kimike. Këtu janë pronat tash që i kena digitalizu,
Ndërsa në pjesën e mbrapa neve është zona katastrale e Mitrovicës, që e kena të vendosur fabrikën e pajimeve dhe procesit, ndërsa në Zveçan e kena metallurgjinë e plumbit që ka qenë, edhe ajo është zona jonë. Ndërsa në kodrat për rreth ato zonat e buletinit janë pronat Trepçës, cilat tashme i ka Trepça në pronësi. Në momentin gjendjen e Mitrovicën veriore, na i kena kthyer në pronësi të Trepçës 91 parcela apo 13 hektarë që përshojnë në vlerën financiare janë për afërsisht 24 milion euro në aspektin financiar. Për momentin këtu disa prej pronave objekteve kena dhënë në shfrytëzim policisë të Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, që janë këto objekte këtu. Gjithë kjo zonë për momentin është në pronësi të Trepçës, duke përfshirë dhe kalimin rrugor dhe infrastruktura të gjitha.